Mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Pusho Shqiptarqe. Në guidat pafund, të cilat edhe pak muaj plotësojnë një vit të plot pa ndërprerje që ne kemi zhvilluar në territorin e Shqipërisë dhe jo vetëm, por duke kaluar edhe kufit zyrtar të Republikës së Shqipërisë, kemi menduar që her pas here ne të ndalemi. Pasi nuk mjafton vetëm të lëvizim, por edhe të rikujtojmë apo të sjellim në vëmendjen tonë mjaft personazhe interesantë, të cilët mbartin botkuptimin apo të gjitha traditat në vendin ku ata janë lindur edhe rritur, sidomos personazhe që nuk kanë lëvizur shumë drejt zonave urbane, por kanë vijuar jetën e tyre pikërisht atje ku i kanë pasur të parët e tyre. Janë momente të ndryshme, kryesisht momente gazmore përmes një bisede sinqer, pasi na ndodh shumë shpesh gjatë punës sonë që njerëzit të mos e llogarisin fare kamerën dhe të flasin totalisht të lirshëm. Bëhen pjesë e bisedës, e humorit dhe flasin pa atë hipokrizinë që her mbas here edhe mund të përplasemi në qytet teksa bisedojmë me njerëzit për efekt të dukjes së mirë. Ndërkohë që sa më shumë të udhëtosh edhe të shkosh në zona të tilla që janë totalisht pa rrahura nga vizitorët e shumt, aq më të dashur, aq më mikpritës do t'i gjejmë njerëzit atje. Dhe unë kam menduar të grumbulloj një sër personazhe duke e lëvizur trajektorin gjeografike, duke lëvizur nga Shqipëria e mesme tek ajo e veriut, duke i kaluar her pas here kufi shqiptar, por çfarë kemi zgjedhur sonte për ju? Le të ndjekim këta personazhe që do të vinë njëri mbas tjetrit, ku ne kemi specifikuar emrat e tyre dhe vendet nga ata vinë. Besoj që do të mbaj këshërinë tuaj deri në fund të transmetimit të këtij emisioni. Qëndroni me ne, pasi udhimet tona nuk janë vetëm në zonat kufitare, por kemi lëvizur edhe në vendet e Bashkimit Evropian, si në Gjermani, ku konkretisht në Augsburg. Qëndroni me ne dhe ndiqni këtë emision. Një prezantim të shkurtër, kush janë ata dhe nga kanë ardhur? Ben Eylül, Ankara'da yaşıyorum, Türkiye'den geliyorum. Mustafa İleri, İstanbul. Eylül nga Ankara'ja dhe Mustafa nga Stambolli. Okej, janë shok apo diçka më tepër? Kushurin, janë kushurin. Okej, kanë zgjedhur Shkodrën dhe pikërisht udhëtim si? Kanë ardhur të miqt apo? Premejet. Ja, po të përfshim edhe ty atëherë. Unë quhem Flora Boshato, jam studente ndërship prej 5 vitesh. Dega? Sociologji. Unë edhe Eylülin fakt njihemi në Gjermani, kemi bërë një Erasmus program për 6 muaj. Edhe për kemi takuar në Turqi prap, edhe kena rujt raportet tona shoqërore dhe kanë ardhur në vizitu Shqipnin. Praftesën ja ke bërë ti dhe ju ke sugjeruar që të vinë pikërisht këtu. Okej, më pëlqen që e keni mbajtur shoqërinë kaq të fortë dhe ata ju dëgjojnë, kanë ardhur nga Stambolli. Një emocion i parë që kanë provuar sapo kanë ardhur këtu, si ju duket, paktën deri tani? Çok görkemli burası. Çok büyük, çok yüksek ve inanılmaz doğal. Sanki yani bu manzara normalde kartpostallarda oluyor, onu gibi. Shumë bukur, shumë natyrore. Bagaj shumë kur e pash për herë të parë, më duk si një kartolin. Ya ben de çok hoşuma gitti. Dün kaleden bu dağları görüyorduk ya, şimdi oradayız. Nasıl bu kadar yükseğe çıktık, onun şaşkınlığı var da bulutlara çok yakın olduğu için garip bir büyüleyiciliği var. Dje kemi kanë në Kala dhe kam treguar që në të muajt atje do shkojmë nesër, që ta keni parasysh. Faq atje dje ishim në Kala dhe po shifshin malet, atë shihina këtu si ardhme kaq shpejt, kaq shnelt, dhe të shihina këtu më duket pak a shumë si një magji. Okej, për ty është hera parë që vjen? No, është hera tretë. Hera tretë, po të ka pëlqyer kaq shumë sa miqve? Nuk absolutisht nuk ngopem. T'ja kaloni sa bukur, besoj do të shihemi edhe gjatë udhimit. Patjetër, shumë faleminderit. Nga jeti me këtë shami në kokë? Nga Malësia. Cila Malësi? Jam nga Lezhë. Nga Lezhë, po të shnej këtu në Butrind? Nga ka për 20 dimore, në rartiv shatë të ofër. Pra banon këtu? Sa kohë ke që ke ardhur? Po, 25 vite. 25 vite, çerek shekulli që ke ardhur këtu. Je i kënaqur? Po. Ma mirë këtu se atë jam në Malësi. Çdo më një kishëm rritë fëmijë, ja, shtot.
Aha, po pse ku në Lezhë, brenda Lezhë apo në një? Ka shtjetë tjerës. Në Kashnjet, pra ti je një nën mirditore. Po rrugën e vazhdon dhe e mban edhe në Sarandë. Po. Vetë se e ke lidhur pak si nëna sarandiote. Jam e ligjerume, Lum dora. gjitha me dorë. Lulja E jetë. bukur, po është me magnet po? Po, gjitha janë me magnet. Po ku ke mësuar ti bash? Djali më se... Shumë e djem të punoj. Po, djem për familja. Edhe ti vjen këtu lodhesh në park që rri Për këtu? zotën, po qohu, po... Po s'kesh bash, zë djali, Ah, okay. zë bash. Nga masjama, nga... Zidhe, dash lullin, dash si dush. Zidhe, Po s'po të harë që në atë kohë si quaj? simbol i dashurisë. Bukur. O nëna si ke emrin ti? Gjelandej. Gjela, pra unë uroj që gjithë vlerësit të vinë Faleminderit. edhe të shohin edhe këto punime veçanta, edhe të artizanëve të tjerë, po edhe tuat. Për zotin. Zë me dalë. Hajtë mirë. Jo se mi kanë vetë nëzënsi. A banon në Puk? Po. Je lindur dhe rritur këtu? Një fshat ka bash. Ka bash? Dhe ke arë në Puk tjetosh? Sa vite ke në Puk? 10 vjet. Nga jeni ju? Nga Shkodra kemi ardhur, po filmojmë për një emision. Kozeta jam unë. Qa ke punuar një jetë? Një jetë kam eduku fëmij. 50 vjet. Mësues. Tani del fundjavave këtu apo vjet çdo ditë? Unë jemi shumë nga zemra. Në bom me volë metrale apasër. Edhe vjen këtu për klimën e mirë, për qëndruin çik në fresk. Kam se një Itali, kam djemë një Itali unë. Djem në Itali? Po, jënë pashume me finge gjithë. Katër djemë. Bukur, me jetë, vajza ke? A me të të punë. Jo, s'ke. S'ka gjë, djem, 4, shumë mirë. Patricia mamohe, s'kam bos vajza. Po pse djem nuk janë të mirë? Vajza a për zemër, djori për emër. Ah, sa më pëlqeu kjo shprehje. Nëse Bishka merret me qëndisje, Ramoku merret me punët e bujqësisë. Çfarë konkretisht po i bën? Çfarë po i bën? Për cukati kusën. Për amrej tehin me prej ma mirë barin. Po, dhe ti vendos gjithmonë një se ti Po. puni këtu. Kja kosa, kula, edhe çekiqi. Çekani, çekiqi, kula. Këtu tehin e kusën mes dyjave, edhe ja shtrejmë tehin, ja mrehim me prej barin sa ma mirë. Me këtë punon, po kështu mekanikën bujësore e keni apo vështirë? Kem, po disa pjesë mekanika nuk i ka, pa atër duhet edhe me kosë dorës. Disa shpatije, disa e krymë edhe me kosën. E u bon gati. Bravo, plumb. Edhe kështu ja bojmë atëherë. Kofa dhe grinja. Kofa është prej brinjit kaut. Aha. Prej brinjit kaut është e punume. Po? Prej brinjit kaut. Tani çfarë do bësh me si e kishte emrin edhe një herë? Kofa. Kofa. Kofa edhe Është bërë nga briri i kaut. I kaut. Po. Kjo grinja me mre kosën. Këtu qesim ujë, me nejta e sa me butë edhe. E marrim e mrehim. Kosën aty e gullim mos me pshit më prej. Tani, filloj. Mrehim. Qa. Kjo, edhe fillo me kosit. Bukur. Kos, hedirone.
Prej shekush kanë bërritur deri në ditët në të cilat jetojmë rituali i gjamës së burrave. Për ta sjellë atë gjamë në ditët tona, ne kërkuam ndihmën e shoqatës të gjithë bashkë për Dukagjinin, të cilët në bashkëpunim me grupin artistik Sreva, në sfondin madhështor të shalës improvizuan atë që Lek Dukagjini do e bënte nga dhimbja për humbjen e Skënderbeut. Shkruaj gjamën e burrave në Dukagjin. Kur ka lindur ajo dhe cili ka qenë qëllimi që është? Atëherë gjama e burrave në vërtet lind me njerëzimin, pra çfarë do thotë linja dhe vdekja janë bashkë. Por data e fundit historike e shkruajtur është gjama e burrave që Dukagjinësit bajnë për Gjeshkatreutën në Skënderbeun. Por në vërtet gjetjet arkeologjike çojnë 5000 vjet përpara, grafitet gjetur në Lishtë e Lume që datojnë 5000 vjet përpara, që do të thotë që është shumë e hershme dhe është një krenari për kombin shqiptar që arrin me rujt vlera palokristiane, më mirë të thojmë. Edhe në ditë moderne ne kena një krenari jo vetëm për tregu vlerat tona, por edhe një formë tjetër për të rritur turizmin, sepse turistët janë shumë të interesuar për ato vlera të cilat mbrojnë identitetin kombëtar shqiptar ose i lirë, më mirë me thënë. Dhe nëse na do të jena në gjendje dhe do të jena të emancipuar për t'u treguar aty në këto vlera, këto do të jenë edhe përfitimet tona, do të jetë edhe një respekt që ne do të zanë në Europë. Gjamën e burrave e kanë dhe vendet e tjera në Europë, të dokumentuara në lashtësinë e tyre. Mjafton të përmendim gjamën që Akili Akejve bëri për shokun e tij të ngushtë Patroklin, detaje që sillen nga Homeri në veprën Iliada, por ja që edhe ilirët e kanë patur këtë ritual. Në vërtet, gjama e burrave është një gjamë që dhe nga popujt e tjerë, Zelanda e Re, Australia, Tongoja, ka dhe vende tjera që kanë arrit në ditë moderne me këto. Pra që do të thotë që është një vlerë jashtëzakonshme të jetosh në vitet moderne dhe të rush një vlerë palokristiane. Aktualisht të gjamë besoj nuk e bajnë, ma kanë mbetur më shumë një pjesë e historisë të kaluarës. Më tepër po nëse do flasim për të kaluarën, në vërtet gjama bëhet për burrat që në përgjithësi janë të veçantë, që do të thotë që i kanë dhënë shoqënisë diçka ndryshe, bëhet për djem që fikun hisen ose që do të thotë që janë të vetmi që e mbyllin derën përfundimisht, dhe janë bërë edhe për femra, të cilat kanë dhënë për shoqëninë ndryshe për tjerëve, dhe në vërtet gjama e burrave është bërë nga vllezërit, është bërë nga dajt, është bërë nga miku, janë bërë nga miq që kanë ardhur nga larg, që do të thotë shpeshherë fshati që ka bërë gjam ndoshta është detyruar për të bërë gjam 2 herë, në sensin e saj për ta ndihmuar dhe një mik që ka ardhur nga shumë larg, i cili nuk ka pas partner për ta plotësuar numrin 10-15, që do të thotë fshati ka dalë dhe i ka ndihmuar. Pra në këtë rast gjama shkënu në emën të mikut ose të kumarës, po jo të vllajt. Sepse forma e shprehunit është për mikun, për vllajin, për kumarën, për famullin, sipas marrëdhënieve në shoqërinë të cilat ekzistojnë. Aty thuheshin disa fjalë, të cilat janë specifikisht fjalët që thuan. Në këtë rast, oj mjeri unë për vllajin tem, oj mjeri. Pra do të thotë që Leka kishte vëlla Skënderbeun, në vërtet Çala Shoshi, Mirida janë 3 vëllezër më të vjetër, dhe fakti që këto 3 zona ruajtën këtë gjamë dhe ruajtën për 500 vjet zinë Skënderbeut, do të thotë që ishin edhe gjaku më i afërt i Skënderbeut. Por le ta ndjekim të plot gjithë improvizimin e artistëve nga shala e Dukagjinit.
Krijohet shpesh përshtypje e gabuar se duke qenë autokton në vendin e tyre, gjermanët nuk do t'i jepnin shanset e barabarta në biznes një të huaj, i cili ende nuk i ka bërë 3 dekada së jetuari këtu. Në fakt, kjo nuk është as pak e vërtet. Edhe pse nuk arritëm që të njiheshim me të gjithë shqiptarët që kanë emigruar këtu dhe kanë arritur të ndërtojnë bizneset e tyre, ne po ju sillim 2 raste. Rasti i parë janë vëllezërit Tanushi, të cilët kanë në administrimin e tyre hotel-restorant Il Gladiatore. Aktiviteti këtu shkon më së miri, shprehet Alfonsi. Restoranti mbështetet në kuzhinën italiane, po ashtu edhe arkitektura është e tillë. Kanë ardhur nga Gjakova këtu, kur ishin në moshën e adoleshencës dhe kanë nisur si çdo emigrant tjetër, duke punuar fillimisht si kamarier. E ja tani kanë bëritur këtu sa kanë punësuar edhe punëtor të tjerë, italian, iraken, shqiptar e të tjerë. Gjermanët e frekuentojnë shpesh Il Gladiatore sepse jo vetëm shihet e restorantit i bëjnë për vete, por edhe vetë shërbimi që ofrohet këtu. Atyre nuk u intereson shumë se cila është nënshtetësia e administratorëve. E rëndësishme është të shërbehet mirë, të kenë çmime të arsyeshme dhe të kenë aromën e Italisë. Një rast tjetër që ka bërë buj jo vetëm në Augsburg, por dhe në të gjithë Gjermaninë, është rasti i vëllezërve Seferi, në administrimin e të cilëve janë 8 lokale dhe restorante mu në qendër të qytetit më të vjetër të Gjermanisë. Ka marrë në vitin 1998, do të thënë tani kemi mbi 18 vite që jam këtu. Okej, a mund të kemi një panoramë të shtrirjes së biznesit tuaj, deri ku keni shkuar? Po, unë jam një nga disa biznesmen që jemi këtu në Augsburg dhe në Bayern. Profesioni jonë zakonisht shtrihet në gastronomi, duke filluar që nga fillimi në 98 në kuzhinë, si kam la pjata dhe ndihmës kuzhinieri, pse në fillim se dishim as gjuhën, as kishim kontakt, deri në 2002 kur vetëm edhe bëra një udhëheci një restoran këtu në Augsburg, ndërsa në vitin 2003 për herë të parë, bashkë me vëllezërit e mi, hapëm biznesin e parë tonë dhe kështu që bashkarisht me vëllezërit i kemi 8 restorane këtu në Augsburg. Dikur ky ambient rreth vitit 1800 ka qenë një stall me viça, kurse sot është kthyer në një super gjigant restorant ku shërbehet gastronomia bavareze. Nëse ju jeni i suksesshëm në rrugën e biznesit, gastronomia si shtat dhe theksua që është edhe specialiteti juaj, do ta quaj kështu. Kemi dhe piktorë në fushën e artit. Ka dhe disa modele të tjera të shqiptarëve që na bëjnë të ndihemi disi krenar. A mendoni se nuk ka të bëjë nacionaliteti për të ecur përpara, por ka të bëjnë aftësitë e njerëzve? Unë jam i bindur që ne si popull shqiptar, kur të gjithë ne dim historinë që jemi një popull i lashtë dhe Evropës, edhe unë besoj që çdo shqiptar është fisnikëria, besa, jemi punëtor shumë nxehtëshëm dhe jemi shumë të vyshëm. Besoj që në çdo shqiptar mund të jetë një biznesmen apo një politikan apo një doktor apo një shkencëtar apo një piktor i fortë. Edhe unë besoj që tani ne kemi filluar që gjenerata tjetër që vetëm ka lindur këtu në Augsburg dhe ndjim veten ose Augsburgun si vendin e tyre, besoj që do të mrinë edhe shumë më shumë se sa ne që kemi arritur. Te që kemi ne është vetëm një bazë, ta them kështu, për rinin tonë që vazhdojnë të jetojnë këtu. Një detaj interesant është se kjo kamariere që shihni me veshjen tradicionale bavareze është një braziliane. Këtu punësohen të gjitha nacionalitetet. Edhe pse jemi këtu në Augsburg dhe jemi të integruar shumë mirë, kjo nuk do të thotë asnjëherë që ne do të asimilojmë apo nuk do të tregojmë që jemi shqiptar. Jemi shumë krenar që jemi shqiptar, por edhe jemi shumë krenar që ne jetojmë këtu në Augsburg, në Gjermani dhe ju tregojmë këtu se nga vim ne dhe çka jemi ne dhe çfarë bëjmë ne. 23 vite kanë kaluar që atëherë kur familja Seferi la prekazin në Kosovë dhe u vendos në Augsburg. Ashtu si vëllezërit Tanushi, edhe këta nisën punën si kamarier, por që fal guximit e kurajos, sot rezultojnë ndër shqiptarët më të suksesshëm në gjithë Gjermaninë. Ju jeni një model i mirë për shqiptarët, apo ju jeni një model i mirë për gjermanët, apo për të dyja palët njëherësh? Unë besoj që ne jemi një model i mirë për shqiptarët, por edhe për gjermanët në Augsburg, si familje, si punëtor, si biznesmen, si afarist, besoj që për dyja palët.
Emigrantët shqiptar në Augsburg përpiqen të integrohen në jetën e këtij qyteti. Pas punës së lodhshme grumbullohen dhe në kohën e lirë zhvillojnë pasionet e tyre. E njëri nga këto pasione është edhe futbolli. Shoqata FC Alba, e themeluar më 18 janar 2014, ka ngritur edhe ekipin e të rive të futbollit. Moshat e tyre variojnë nga 18 deri në 44 vjeçar. Luajnë me mjaft skuadër dhe kanë shënuar disa fitore. Ne zhvilluam me ta një panel jo thjesht për të folur rreth futbollit, por edhe për mënyrën se si ata janë integruar në jetën gjermane apo si e shohin vendindjen e tyre kaq kilometra larg saj. Për të gjithë teleshikuesit e emisionit Aromë Shkodre, ndryshe nga herët e tjera ku në distancat brenda qytetit ne kemi realizuar materialet tona, e di që duket e pabesueshme që kemi ardhur në Augsburg të Gjermanisë, kemi u thuar për të ardhur deri këtu dhe për të takuar vëllezërit tanë. E ndryshe nga takimet e tjera, është uniforma ajo që i identifikon, sepse nuk janë në rolin e emigrantit jashtë uniformave, këta mund të kenë angazhimet e tyre, pra bëjnë jetën e emigrantit, por këtu i bashkon qëllimi i përbashkët. Është një fush futbolli në siglën e një shoqate që i vllazëron, i bën këta më aktiv, i bën dhe futbollist, dikush mund të ketë edhe pretendime për të ecur dhe më shumë në jetë. E di që vazhdoni të jeni të befasuar që kjo intervistë po merret në Augsburg, por le të flasim fillimisht me menaxherin, një prezantim shumë të shkurtër të këtij ekipi në siglën e shoqatës tuaj FC Alba. Mirë, në emër të FC Albës, mirë si keni ardhur në qytetin tonë. Faleminderit për vizitën. FC Alba është e themeluar me 18 janar 2014. Qunat ja kemi arrit dikun ti afrojmë 40 dhe në 50 quna të ri. Lozëm këtu në ligën e qytetit e Augsburgut me sukses, thuja. Kur themi sukses se këta kanë marrë pjesë në ndeshje dhe kemi marrë ndonjë fitore? Po në FC Alba në përgjithësi ka pothuajse të gjitha fitore, dy barazime dhe një humbje këtë vit. Qartë. Shoh që ka grup mosha të ndryshme, apo jo? Nga mosha më e vogël nga është? Mosha më e vogël është mosha 18 vjeçare dhe mosha më e madhe është dikun 44 vjeçare. Qartë. Skuadra i ka bashkuar, po krahina e vendindjes nga vinë është e ndryshme, për shembull thjesht krahina dhe emri. Emri o cili është edhe nga cili vend ka ardhur. Unë jam Vesar Salmoni, jam prej komunës Gjakovës në Kosovë, këtu jetoj në Augsburg. Sa kohë ke këtu? Unë jam që 30 vjetë gati. 30 vjetë, po që flet shumë mirë shqip. Se mos mendoni ju që shqiptarë që jetojnë në Augsburg e kanë harruar shqipen ose flasin gjuhën e vendit ku kanë ardhur. Nga të kemi? Nga Podujeva. Nga Podujeva. Vetëm zonën, se Nga Gjakova. Nga Gjakova. Jali. Ky nuk di shqip. Është vogël, po do e mësoj. Mos e lini pa mësuar shqip. Nga Spanja, dhe unë nga Gjakova. Nga Gjakova. Nga Podujeva. Ty të kemi nga? Nga Afrika. Segalionian, Afrika, West Afrika. Bravo, që shikoj ne jemi vlezër, ne jemi shumë natyra të hapura për të bërë vllazëri dhe me race të tjera. Beja. Beja. Martin. Martin. Malisheva. Jote po Martina. Slovakaj, Slovakaj. Ja, ku kemi dhe një Slovak këtu, Afrika, Slovenia. Nga Malisheva. Nga Malisheva. Prizreni. Malisheva. 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 Beçani. Beçani. Djali këtu? Malisheva. Malisheva. Nga Gjakova. Nga Gjakova. Nga Klina. Nga Klina je këtu. Shoh që Malisheva pas ka më shumë. Shqiptarët tërheqin njëri tjetrin kur emigrojnë, apo jo? Shqip dini të gjithë, besoj? Për jashtë raste që do t'i mësoni juve. A ka qenë lehtë integrimi këtu, megjithëse ju keni ardhur të vegjël, po keni ardhur nga familje me probleme sociale, të cilat kanë hasur ato vështirësitë e para të emigrimit, ndoshta ky djali këtu? Unë s'ka shumë kohë që jam këtu, po mirë është që një 6 muaj. A, je i ri fare? Po. Si ja bën me gjermanishte? Mirë, s'u shkeq. Historia si ka ardhur familja jote? Në luftë. Në luftë, da. Para sa vitesh? Para 98-ën, 99-ën. Dhe ti vetë sa vite ke këtu? Unë që 8 vjetë. 8 vjetë që e këtu. Je integruar, ndihesh mirë? Mirë. Çfarë mendoni ju për vendlindjen tuaj atje në Malishev, në Pej, në Klin? Si shikohet nga kaq kilometra, si shikohet vendlindja këtej? Po si ta them, është vështirë. Vështirë, edhe ona është një kohë që dikun
në moshën 18 vjeçare më këtu në Gjermani, edhe jam integruar shumë mirë, po ka dhimbje të madhe për vendlindjen. Ju merr malli më shumë për çfarë kur mendoni vendlindjen? Po gjithë vendlindjen në faktikisht fatin e kam gashtu që i kam prind vet atje, më shumë për prind, po në përgjithësi edhe për vendlindje po. Qartë. Moshët e reja ndjejnë do pak mall për Shqipërinë apo jo, ose dhe Kosovën andej? Edhe Shqipërinë e kem na tonë në atë vendin tonë. Gjithashtu na merr malli edhe për Shqipërinë, po pak më shumë për Kosovën. Po, çfarë na mungon? Në Gjakovi thojmë sa mul më së gjok na mungon. Pra, gatime tradicionale. Tjetër, çfarë na mungon nga vendlindja? Është gjeografia jo, apo jo? Vendet e bukura që ofron Kosova, kush është Malisheva këtu? Çoj dorën. Malisheva. Jemi këtu. Ose Peja, kush ishte Peja nga Peja këtu? Kishte ndonjë? Gruka Rugovës. Ja, Gruka. Po, kemi Rugovën që është e mrekullueshme. Roman. Shumë. Si ndihesh tani kur atje shkojnë gjermanët e vizitojnë Rugovën? Ja. Kalojnë pushim atje dhe ti je këtu në Gjermani. Mirë. Ti vetë shkon në vendlindje? Po. Ku ka qenë hera e fundit që ke qenë? Në Ulqin, në Dorës, në Kosovë. Është shumë mirë. Pra hera e fundit kur ishte? Para sa kohësh ke qenë? Tash në verë. Tani në verë. Qëndrove ndo pak? Në Ulqin një javë, në Dorës 30, tjera në Kosovë. Qartë. I mbani lidhje me vendlindje, shkoni shpesh apo për çdo vit shkoni në vendlindje. Këtu në Gjermani, konkretisht çfarë punë bëni? Mund të di disa angazhime që bëni apo këta që janë më të rinj, ndoshta presin nga prindit ende, po. Mos ajo të jo, puna që bën jetën jashtë futbollit. Po unë jam me familje këtu, jam i martuar me grup me fëmijë, domethënë punë punoj si lagerist në firmën Zele këtu, është në Gasofën. Si të trajtojnë të puna? Je integruar? Ke këtë problemin? Probleme s'ka, jam e integruar, jam krye punëtor aty, s'ka probleme. Profesionet të tjera, ju, puna që bëni? Jashtë futbollit. Gjithsesi, bëjmë punë, si gjithë. Tur ta themi ne, çfarë do të punë ose? Jo, në punë një firmë gjermane. Pozicion që bën? Jam vozist i krana, do krana, vozit. Mirë, ndjeni pak si të huaj, ka shi gjermanëve, apo ata ju trajtojnë një lloj si çdo emigrant që vjen nga çdo shtet tjetër? Domethënë ndjeni këtë, keni pak problem kur në kronika televizive del shqiptarët. Si ndjeni ju? Ju tregohet gishti apo jo? Në Gjermani nuk ndodh kjo. Jo, s'ndodh, normal si e i huj, si e në vend tonë. Je në shtetuj edhe pse integrohesh është normal, ama vend tonë je ku lindë, ku rritësh është ma ndryshe. Po që nuk e keni këtë problemin me qeni shqiptar dhe këtu trajtoni me të drejta të barabarta, po? Jo, problem s'është, po pak ma ndryshe është. Konkretisht me se merresh ti? Unë kam filluar në vitin e parë dhe punoj si automekanik në Toyota. Pra ti ke marrë një profesion këtu, je shkolluar, je profilizuar dhe pastaj tani punon në punën që sapo thatë. Ndihesh mirë në Gjermani? Shumë mirë. Okej. Kam një pyetje të përbashkët, po do ta hedh në votë më shumë. Sa veta mendojnë të ardhmen e tyre në Shqipëri ose në Kosovë? Do doja me votim, dora lart. Jo, nuk po flasim për pushime, po flasim kush mendon ato dy paran që do t'i kursej këtu në Gjermani, pavarësisht se ju ja themi gjithë teleshikuesve nuk është fushë me lule, nuk fitohet si një herë një kohë në Gjermani, po fitohet disi më pak. Sa për ju që mendojnë të ardhmen tuaj në Kosovë? Mund të çojmë dorën. Ashtu, gjithë, fajtisht unë Shqipëri jam, domethënë po atje mendoj që tri. A Shqipëri etnike thotë andaj. Pra mendon, kur e mendon në Shqipëri konkretisht çfarë mendon të bësh? Që e mendon të ardhmen, si e përfituron ndonjëherë? Që unë do shkoj atje dhe do bëj çfarë? Mrekullia, mendoj se paramendoj Shqipëria të kuptohet të jetë shteti ndërtuar, të jetë shteti civilizuar në zhvillimin e turizmit, me ndihmën gjithë shqiptarëve dhe ne nga Gërbeti. Shqipëria shumica dinë dhe vlerësojnë edhe një ndër shtetet ndoshta më të bukura në Evropë. Po ti je i suksesshëm këtu, ke biznese që ecin, do i lije këto dhe të vije të ndërtoje nga e para në Kosovë? Pse jo? Pse jo? Do rrezikoje? Do rrezikoja, po. Duke qenë se jemi para festave, dakor? Do t'jenë shumë teleshikues dhe përmet rrjetit dhe faqes tonë në internet,
mund të na shikojnë direkt familjarët e të afërmit që keni andej. A mund të përcjellim ndonjë urim për familjarët tuaj që janë andej, por edhe për gjithë teleshikuesit në Shkodër? Ndonjë urim nëse keni për festat, edhe pse në Gjermani tashmë atmosfera është vendosur, në Shqipëri vazhdon çik me vonesë kjo vendosje e objekteve dekorativ. Ndonjë urim për familjarët e të afërmit tuaj që keni andej, çfarë urimi do t'i drejtonit? Kë ke atje? Në Shqipëri kem shok, kem ase, familja në Kosovë. Ju uroj gjithë familjes, gjithë kosovarëve mbar kombit shqiptar, po bëhet afrimi e festave, festa Krishtlindjes apo ndrimi i motit, gjithë familjes mbar kombit shqiptar urime festa në emrin të klubit FC Alba Augsburg. Ju vetë ku do e festoni? Mendoj një pjesë e familjes do të shkoj në Kosovë, unë personalisht edhe një pjesë e madhe, me qenë se tash janë do familjet dhe jem një rreth i madh familjar edhe këtu në Perëndim. Mendoj se do presim këtu në qytetin e Augsburgut. Po, skuadra, do ketë ndonjë festim, kështu siç jeni gjithë bashkë, do ketë ndonjë festim? Të gjithë bashkë që të grumbulloni? Po, patjetër, po. Gjithë së bashku, le të themi, kur themon 1, 2, 3, kemi për thënë osa mirë me qenë shqiptar. Pra atë shprehje që është vendosur atje dhe tek shoqata juaj, tek tabela. Mirë, e provojmë? Atëherë, 1, 2, 3. Osa mirë me qenë shqiptar. Nëse mendoni se tashmë kemi ardhur në Kosovë, gaboheni. Jemi ende në Augsburg, por ka ardhur Kosova këtu. Janë traditat e saj që janë ngulitur mirë në mendjen dhe në zemrat e kosovarëve, të cilët zgjedhin një formë të tillë për të shuar mallin për vendlindjen. Haki Gashi, kryetari i FC Alba, ka 6 muaj që ka ndërtuar një odë tradicionale kosovare. Ai nuk e qua një pronë të tillë, por një odë që u përket të gjithëve që dëshirojnë të vinë këtu. Oda përmban pak orendi, një zjarr që ngroh ditët e ftohta dimërore gjermane dhe në muret e dhomës qëndrojnë të varura simbolet kombëtare. Në qendër qëndrojnë instrumentet e vjetër muzikor, çiftelia, sherkia dhe lahuta. Janë orët e para të një dite pushimi në fundjavë. Miqtë vinë njëri pas tjetrit. Ashtu siç e do tradita këtu shërbehet çaji rusi, siç e quajnë në Kosovë. Biseda ndizet dhe shpesh tregohen histori gazmore që elektrizojnë ambientin. Kjo është oda kosovare, 100% shqiptare, e këta janë emigrant, po që unë do t'i quaj sot shqiptar, të cilët meritojnë një falënderim dhe një mirënjohje shumë të madhe, jo vetëm nga ne si staf, por edhe gjithë teleshikuesit ju që po i ndiqni, se si ka mundësi që kaq kilometra larg vendimjes së tyre, ata e ruajnë të pandryshuar traditën. Gjithsesi çdo ka një zot shtëpie, unë ja ku e kam këtu pranë meje, e prezantojmë ato fillimisht. Haki Gashi. Sa vite ke në Gjermani? 25 vite jam këtu, në Augsburg. Ti ke banesën tënde, ku banon si gjithë të tjerë, por ke ndërtuar një odë të tillë. Sa kohë ke që e ke ndërtuar? Ka që 5-6 muaj ashtu si. Ideja për ndërtu një odë të tillë ishte e jotja apo të nxitën shokët më shumë? Është shnive, e vllaznive. Grumbulloni shpesh tu? Po. Je ti ai që bën ftesa siç e do tradita apo jo? Miqt e mirë vinë edhe pa ftesë. Vinë edhe pa ftesë, bën organizimet edhe shoqënia, nuk është oda vetëm me jemja, po është krejt shoqërisë. Sa herë keni ardhur deri këtu? Këto kohë të fundit. Të them të drejtën, unë kur kam dëgjuar që Haki Gashi e ka organizuar dhe ka ndërtu këtë odë, kam qenë shumë i kënaqur dhe i lumtur dhe kam thënë, okay, se ne kemi mbledhur gjithherë në shoqatat tona që i kemi këtu në Augsburg, kurse kështu mundësinë për një odë tradicionale shqiptare nuk e kemi pas akoma, dhe ne jemi shumë mirënjohës dhe falënderues familjes Gashi këtu në Augsburg. Ne mblidhemi sipas kohës që e kemi, pasi që të gjithë ne jemi të angazhuar në punët tona si të biznesit apo edhe familjar, por njëherë në javë, njëherë në 2 javë, ashtu si është mundësia të buhemi këtu dhe çajmë hallet tona, këndojmë këngë patriotike, pim çaj se ka zakon tradita jonë, edhe shkëmbejmë. Si që ndodh në vendlindje, ajo duket kjo një pjesë e vendlindjes këtu apo jo? Sepse ndryshe nga jeta tjetër ku ulemi në karrige këtu edhe për të ulur ulemi këmbë kryq.
Patjetër, megjithëse neve na vije çik vështirë të ulemi kam kryq sepse ka kohë që nuk jemi ul kam kryq, unë mbaj mend këtë udhë vetëm si fëmijë në prekaz të Drenicës. Dhe kur vi këtu ndihem tamam sikur kur shkojsha në fshat, domethënë në prekaz. Ja jemi shumë njës familjes Gashi për këtë dhe oda siç e don tradita edhe në Kosovë, siç e ka ruajtur domethënë zakonin dhe traditën, gjuhën, kulturën e tjera, këtu shërben edhe si lloj mësimi edhe përcjellje traditës edhe në brezat të ri, me që sot këtu janë edhe ca të ri, po kemi her pas here edhe brezat të ri që t'u tregojmë se si e kemi pasur traditën. Cila është mosha jote? Unë jam 32 vjeçar. Sa vite ke këtu? Unë jam që 15 vjetë këtu në Gjermani. Me thënë këtë zakon të odës, më shumë e ke mësuar këtu se sa të vendi jote, apo jo? Patjetër, domethënë unë kur erdha këtu dhe i pash, patjetër, domethënë unë vetëm si fëmijë njoh këtë dhe tani këtu po e rifreskoj domethënë atë që e kam pas si fëmijë ose më shumë nëpër televizione domethënë. Çfarë rëndësie ka noda të tilla? Se nuk është puna vetëm thjesht ne të vim të respektojmë disa tradita të cilat normalisht i bëjmë me shpirt. Po çfarë vlere ka për ju grumbullimi kështu? Vlera ka, janë vlera të mëdha, edhe unë jam mirënjohës familjes Gashi. Në këto oda vlera kryesore është pra gjeneratët pas neve, fëmijët e tonë se po rriten këtu në Gërbet, t'ju japëm pak frymë kulturë shqiptare. Duke krahasuar emigrantët e tjerë shqiptarë, nuk do doja t'i ndaja vetëm Kosovë dhe Shqipëri, por kur shkojnë në një vend të huaj, dashur pa dashur, për t'u integruar pak më shpejt, sikur përshtaten më shumë me traditat e vendasve që gjejnë atje. Thuhet që kosovarët ndjekin krejt ndryshe një formë tjetër të përcjelljes së traditës. E duan këtë domosdoshmërisht ta përcjellin tek fëmijët e tyre. Pse e bëni këtë? Mos ndoshta duhet të ishte më mirë që të integroheshit dhe t'i bënit ata më shpejt gjerman, apo jo? Ne jemi shqiptarë gjithsesi. Unë mendoj edhe jam i prirur nga ajo që sa më mirë që ne e dim vetveten tonë, edhe njohim vetveten tonë, aq më lehtë duhet të kemi që të integrohemi në një shoqëri tjetër, siç është shoqëria këtu gjermane në Augsburg. Dhe unë mendoj edhe jam i prirur që një integracion nuk do të thotë kurrë si në asimilacion, por kjo secili i mbetet që individualisht ta vendos për veten e tij, por ne shqiptarët këtu në Augsburg jemi bukur mirë të integruar në shoqërinë gjermane, por kjo nuk do të thotë që ne ta harrojmë se nga ne vim, dhe sa herë që ne kemi kontakte me popullatën gjermane këtu, dhe ne t'ja tregojmë atyre kulturat e shqiptarëve në përgjithësi se tani ka ardhur kjo shqiptar dhe kosovar, kurse për ne ne jemi një kombi shqiptar është një për mua ose për ne këtu në Augsburg. Dhe kem pas rastin që edhe shok dhe miq tanë gjerman kemi marrë nga këtu nga Augsburg, kemi shkuar në Kosovë dhe në Shqipëri, dhe kur kanë ardhur në Augsburg më kanë thënë faleminderit shumë se tani e dim se pse ju aq lehtë keni të integroheni këtu në Gjermani, pasi që tani jemi mësuar edhe me kulturën tuaj. Kurse kultura jonë shqiptare, siç e dim ne, është një kulturë lashtë evropiane dhe asesi nuk do të jetë një pengesë për integrim në kulturën tonë. Si shikohet vendlindja nga këtej? Si një vend që sa herë që ka gëzime familjare, ne shkojmë na bashkojnë dasmat, apo sebepet e ndryshme që shkojmë në Shqipëri, apo shikohet këtej nga Augsburgu si vend i sardmes? Mund të shkohet dhe mund të ndërtohet atje, apo për momentin kjo nuk mendohet sepse shikoni ndryshim shumë të madh? Patjetër ne vendlindjen e shohim çdo ditë dhe ta them drejtën më shumë ndëgjojmë lajme dhe jemi të interesuar kur jemi këtu dhe flasim rreth vendlindjes kur të bëhemi këtu, se sa kur shkojmë për pushime atje nuk na interesojnë pastaj me ato problematikat që çdo ditë ne i ndëgjojmë. Dëshira e secilit që jeton këtu në Gurbet, ma merr mendja mu kur nisem nga vetvetja, është që një ditë të kthehemi atje me fëmijë dhe me të gjithë. Por siç janë duke shkuar punët në vendlinjet tona, marr komplet rajonet shqiptare pa i nda, domethënë vizat shqiptare në Ballkan. Nuk është duke ecur puna ashtu siç ne e dëshirojmë. Ne e shohim si funksionon Europa, si funksionon këtu ekonomia dhe të gjitha. Dhe kur flasim për ardhmërinë e fëmijëve tonë, në radhë të parë vjen shprehje ku do i dërgojnë në shkollë, a kanë një sistem shëndetësor të mirë e tjera. Për momentin ne e shohim me një sy kritik, domethënë Kosovën, Shqipërinë dhe
trohet shqiptare, por dëshira është e flakt, domethënë dhe ne të gjithë kemi dëshirë që një ditë edhe atje të bëhet të paktën sikur këtu, që ne të kemi mundësinë që fëmijët tonë t'i kthejmë atje. Për momentin nuk e kemi këtë mundësi sepse mungojnë domethënë siç thash shëndetësia, arsimi dhe siguria. Ne jemi munduar të organizojmë panele të tilla dhe me diasporën që është në Amerikë dhe një pyetje që ja kemi drejtuar atyre dhe që dëshirojmë t'ju drejtojmë dhe juve është: a ndihet dora e shtetit këtu tek ju? Përmes edhe institucioneve që ka, që është ambasada. Domethënë ka grupime nga ambasada për aktivitete të ndryshme ose konsullata nëse do të quaj kështu, e ndjeni dorën e shtetit tuaj apo ju gjithsecili keni jetën tuaj dhe janë këto sofra të cilat ju bashkojnë? Të them drejtën, në qoftë se këtë emision do ta shohin edhe një apo dy politikanë të Republikës së Shqipërisë dhe të Kosovës, ne shqiptarët përgjithësi, jo vetëm këtu në Gjermani, por besoj se në tërë botën, nuk e ndjejmë fare dorën e shtetit. Shteti nuk bën asnjë gjë për ne, fjalë të bukura thonë kur të vinë këtu, dhe kjo është e vërtetë. Dora e shtetit nuk ndihet tani. Se ne shikojmë dhe kronika televizive që ai deklaron që ka qenë në Gjermani, që është takuar me diasporën, sa të vërteta, sa apo është një show televiziv që ne e përcjellim atje. Unë ta them të drejtën që ka ministra dhe zavend ministra të shteteve shqiptare ose Kosovës dhe Shqipërisë që vinë në Gjermani, edhe takohen për korridore me ca politikaj dhe sa për të bërë sy e fat që bajnë të fotografia dhe thonë kam bërë këtë, kam shkuar për. Në fakt nuk bëjnë asnjë gjë. Vinë hajnë darka dreka dhe iken ashtu si kanë. Unë e shoh me të madhe që në ambiente të ndryshme ju vendosni shprehjen o sa mirë me qenë shqiptar. E shkruani, për shembull edhe tek ambientet e FC Alba, ku ne pam aty këtë shprehje. Ju drejtuam dhe të rive këtë pyetje, ata e thanë me shumë krenari, o sa mirë me qenë shqiptar. Sa krenar ndjeni që jeni shqiptar këtu? Po, ne ndihemi shumë krenar që jemi shqiptar, sidomos me traditën edhe të lashta që e kemi ndëgjuar domethënë nga brezat para neve. Por ma mërmenja që edhe brezi jonë duhet bëj diçka që brezat pastaj të ndjen krenar, që edhe ata të thonë sa mirë me qenë shqiptar, sepse ne e thomi sa mirë me qenë shqiptar, edhe krenojmë që jemi shqiptar nga tradita, kultura që i kemi pas dhe i kemi. Por në të ardhmen nuk e di se ata tjerët do krenohen sa mirë me qenë shqiptar. Më pëlqeu kur the te gjua dhe unë tek ajo fjalë do ndalem pak. Jeni relativisht ri në moshë. Edhe fëmijët kanë problemin që shkojnë në shkollë, po gjithë shoqërinë e kanë gjermane. Gjua bazë është gjermanishtja. Çfarë ndodh me shqipen? A përcillet shqipja ashtu siç duhet? A mësojnë ata shqip? A komunikoni në familjen tuaj shqip me ta? Ne komunikojmë gjithsesi me fëmijët tanë në gjuhën shqipe. Është fakt që fëmijët tanë përgjithësi këtu në Gjermani gjuhën anëtare ose gjuhën shqipe mësojnë si gjuhë dytë, jo si gjuhën e parë, për arsye se shkollimi që nga shkolla parashkollor që erdhja është në gjuhën gjermane, edhe besoj që ardhmëria e fëmijëve tanë do të jetë këtu në Evropë dhe në Gjermani, edhe nuk e shoh diçka të gabuar që ata e mësojnë gjuhën gjermane si gjuhë të jetës së tyre, por kurse nuk duhet që ata mos ta dinë gjuhën shqipe. Është obligimi jonë, mendoj unë, që ne t'ju japim mundësinë atyre që të flasin, barem të flasin gjuhën shqipe, siç e flasim ne. Problemi që ndron këtu, se do ishte edhe më mirë që ne t'i kishim shkollat tona që edhe fëmijët tanë ta dinë dhe ta shkruajnë gjuhën shqipe. Këtu nuk ka një kurs që drejtohet nga konsullata apo një mësues që mëson gjuhën shqipe, nuk ka kurse të mirëfillta. Është faktikisht për të ardhur keq që edhe pse ne jemi një numër shumë të madh nga mërkimtarët shqiptarë të në Augsburg. Tani nuk ekziston shkolla shqipe, kurse në sistemin e Jugosllavisë ka pasur gjuhë shqipe këtu. Kurse tani nuk ka. Është një iniciativë jonë që tani kemi filluar dhe do të bëjmë çdo gjë që të organizojmë këtu në Augsburg një shkollë plotësim në gjuhën shqipe dhe dje e kishim rastin që takohemi me konsullin e përgjithshëm të Republikës Kosovës këtu në Augsburg, zotin Idrizin, dhe ai na premtoi se do të na ndihmojë me ca shkresa që ne nëpërmes landit të Bavarisë që arrim që t'i sigurojmë ca mësues këtu në shkollat e Augsburgut, që ne të kemi edhe mundësinë sikur komunitete tjera siç janë turist apo të tjerë që të vijnë gjuhën.
shqipen për shkolla. Edhe një pyetje të fundit që lidhet pak me aktualitetin në Shqipëri. Shkollat janë ato që ndjejnë të parat, boshatisjen me nxënës sepse janë familje të ndryshme që po kërkojnë azil politik, faktikisht është ekonomik, ai në Gjermani. Keni ndonjë mesazh për të gjitha prindër të dëshpëruar se kuptoj që janë arsyet ekonomike që bëjnë ata të vinë këtu dhe të kërkojnë azil ekonomik. A keni ndonjë mesazh sepse ndoshta është dhënë pak imazhi i parajsës në Shqipëri nga disa emigrantë që tregon në çdo gjë mirë. A është kaq bukur jeta në Gjermani për t'u treguar për në Shqipëri? Unë më merr mendja që në vitet e 90-ta shqiptarët kanë emigru për shkak të krizës që kemi pas dhe sundimit që kemi pas sidomos në Kosovë nga serbet. Shqiptarët nga Shqipëria kanë emigru për shkak kushteve ekonomike e tjera. Tani nëse shohim, ne shkojmë shpesh në Shqipëri dhe në Kosovë, nëse shohim atje situatën ekonomike dhe këtu, natyrisht këtu është situata ekonomike më e mirë, por për një njeri që tani do vije dhe të filloj nga zeroja këtu, nuk ma merr mendja se ja vlen, domethënë sakrifikosh familjen, sakrifikosh gjithat lesh, domethënë gjithat toka atje. E shet shtëpinë, braktisa të pak punë që siguron të ardhurat dhe shpërngulet me gjithë familje, po pastaj i shohim që kthehen të dëshpëruar dhe që nisin nga zeroja edhe një herë. Sidomos unë asesi nuk i preferoj që njeriu të niset nga atje dhe mos të di se ku vjen. Për njerëz që kanë kualifikime dhe që duan të vinë këtu, natyrisht që ka mundësit, janë mundësit me të hapura se atje. Mirë po gjitha me legalitet përmes ambasadave të Gjermanisë, përmes tyre kërkohet leja punës, s'pari gjejmë punë, pastaj të vijë. Nga unë kam ca shok në Kosovë, të gjithë kanë doktoruar me 10 në mjekësi dhe ata nga 8 që ishin, domethënë 5 kanë ardhur këtu në Gjermani. Kjo është keq për vendin tonë, për vendin tonë, mirë për Gjermaninë se po e marrin trurin nga poshtë. Por për familjet nuk ma mërmenja se ja vlen, pa pas një kvalifikim të lartë, vit punoj si punëtor krahu këtu, asesi nuk ja vlen. Më mirë është ta punoj një tokë të veten atje, nëse ka dikush cahar, dhe sa të vi këtu dhe të punoj për një rrugë. Nuk ja vlen. Mesazhi është marrë. Mirë, që ta mbyllim pak bukur se ne jemi në Odë këtu, apo jo? Kam një pyetje. Femër jam unë, kemi dhe aktorin e mrekullueshme Raimonda. Si ndihesh këtu në Odën kosovare? Po ndihem shumë mirë. Ishte edhe një poezi fantastike që recitove pak më përpara. Besoj që këtu është emocion ndryshe nga skena, apo jo? Po, krejt ndryshe dhe hera e parë që kam recituar këto kushte. Pa mikrofon, pa ato kushte, me spektator që janë ata të ulur një herë si ti. Është thyer rregulli sot këtu? Që jemi 2 femra? A hyn femrat në këto? Unë mendoj që simas të thenave dhe të filmave që kemi pa ne populli shqiptar qysh në kohën e Skënderbeut të kemi bërë festat bashk, burra dhe gra dhe kështu që ju nuk e keni thyer as një milimetër rregullin e traditën shqiptare, se në Odën shqiptare nuk e di si ka qenë interpretimi i disa vendeve janë edhe gratë të mirë se ardhura, domethënë mund të rrini shlirë. Modeli i shotës? Po. Duhet plotësoj kushtet të jetë shot, se ndryshe nuk ka vënë tu. Po mirë, më bën përshtypje këto instrumentat të vjetër, janë thjesht pjesë e dekorit apo kemi këtu ndonjë që i bjen instrumentave? Si mendon? Kemi këtu? Me siguri që kemi këtu njerëz që i dinë të përdorin këto instrumenta, por fatkeqësisht unë edhe pse vi nga Drenica dhe Prekazi, nuk di t'i përdori. Instrumentistët dhe këngëtarët, amator, nuk ka problem, apo janë profesionistë, e rëndësishme është që kënga del nga shpirti, e ne këtu përshëndesim gjithë teleshikuesit, jo vetëm në Shkodër, ata që janë në Ulqin, në gjithë pjesën veriore të Shqipërisë, në Podgorisë, në zonën e Malit të Zi, në çdo skaj të vendit tonë dhe gjithë ata që na ndjekin përmes website-it të internetit tv1vischannel.tv. Do të këndojmë ashtu siç këndojmë në vendin tonë.
kaq të përmalluar për vendlinjen e tyre janë shqiptarë në Gjermani, sa her pas here kërkojnë tu recitohen vargje dedikuara dheut nga poetës e mirënjohur shqiptar. E si gjithmonë aktoria mrekullueshme Raimonda Marku, e cila ishte pjesë e udhimit tonë në Augsburg, zgjedh poemat më brillante të antologjisë shqiptare. O malet e Shqipërisë, dhe ju o lisat e gjatë, fushat e gjera me lule, që ju kam ndërmend ditë e natë, ju bregore bukuroshe, e ju lumenj të kulluar, quka, kodra, brinja gërgje, e pyje të gjelbëruar. Do të këndoj baktin që mbani ju e ushqeni, o vendëthit e bekuar, ju mendjen ma dëfreni, ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar, zemrën ti ma gatove, plot me dëshirë e me zjarë. Shqipëri, o mëma ime, ndonë se jam i mërguar, dashurin për ty zemra kur se ka harruar. Kur dëgjon zëthin e sëmës, që shelen qenjë kopen, blegërin 2-3 herë edhe ikën e merdhen. Ashtu, edhe zemra ime, m'len këtu, tek jam mua, e vjen me vrap, me dëshirë, atje, ndër viset e tua, ku i fryn bariu gjuras, ku kullosin bagëtia, ku mërzen cjapi me zile, atje i kam mente mia. O malet e Shqipërisë, dhe ju o lisat e gjatë, fushat e gjëra me lule, që ju kam ndërmend ditë e natë. Ditë e natë, e kur dëgjoj zënin e nënës, qyshele që gjikopen, legeri 2-3 herë, edhe ikën me mëdhen. Legeri 2-3 herë, edhe ikën me mëdhen. Shqipëri, o, nana ime, thonë se jam o, i mërkuar, dashni tonë dhe zemra, kur se ka zemra, kur se ka harruar.
Unë ju falenderoj për vëmendjen, shpresoj që t'ju kenë pëlqyer personazhet që i kemi grupuar, kemi sjellë një kolorit të bukur të traditave shqiptare, kudo ku ato kanë ulëzuar edhe janë zhvilluar. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30, ndërkohë ju lë në shoqërinë e programeve të këtij televizioni. Bashkë natën e mirë.